Për afërsisht që një 3 vjetë morëm pjesë të gora, edhe besoj që kena me pas një sukses më të mirë se vitin e kaluar. Adrenalin, shpejtësi dhe motor të fuqishëm. Prishtina u shndrua në arenën e garave automobilistike më 3 dhe 4 maj, ku u mbajt eventi spektakolar Drag Race. 10 garues nga vende të ndryshme sfiduan njëri tjetrin në pistë të drejtë. Duke testuar jo vetëm fuqinë e makinave të tyre, por edhe aftësitë e tyre si pilot. Ky ishte një nga eventet më të mëdha të këtij lloji në rajon, që mblodhi dashamirët e shpejtësisë dhe makinave sportive nga e gjithë Kosova dhe më gjerë. A jeni ju pjesëmarrës në këtë garë apo keni ardhur vetëm si shikues? Realisht në vllahun e kam me që mirët me këtë profesion, edhe ajo është që e ka punu komplet motorin e kësaj kjerit. Ky kjerë është për BMW 140 Ci, me moti që kena boj ka dalë 1337 PS sakt, edhe pretendojmë me bu një kohë shumë më të mirë se vitin e kaluar. Për afërsisht që një 3 vjetë morëm pjesë të gora, edhe besoj që kena me pas një sukses më të mirë se vitin e kaluar. Vallaj, besoj që kena me vazhdu, por nëse është që kjo pisë që shpesum na si vjetë, është pak problem, se fuqin që përkan këtu është rrezik më shumë për jetën se për me puni garë të mirë. Kushtet nuk janë të mira për këto kjerët që na i punujmë. Realisht për kjerët që na i punujmë, ishtë dashna me quë jashtë vendin, po të na në Kosovë pak po kemë të lashe gjithë me pjesë me sane që po do të me punue, po do të me marrë transportin e krejt këto sane, po si do qoftë me pjesë në Kosovë si jena knasht asë një dra, edhe realisht nuk pjavlen asë investimin që bebuna, po kjo është garë ma shumë për qef, adrenalin, edhe besej që edhe pak më jonë knasësi shikuzve. Dhe më thonë ajo që ka pjullon garë është që kjo knasësia? Knasësia ma shumë është personale, për drogin vëllaj, normal, ata janë shumë reale krejt, po vetëm pikën kryesore edhe më të dopt e kanë pistën. Kjo është BMW 140 Ci, benzin 3.0 motor, është i punum prej Ardi Service dhe Genar Tuning, prej Malishevës. Vitin e kalun këna morë pjesë me një 240 Ci, si vjetë jena me këto, po besoj që kena me morë pjesë edhe me një kërë tjetër në drogën tjetër, dhe e sa ta bojmë gati, mirë po kjo është me turbo 775, i ko gjitha performancat e mira, kështu që presëm një sukses edhe një rezultat mirë.